E mërkura e ardhshme punonjësit dhe sindikalistët do t'i gjejnë në rrugë, duke protestuar dhe duke kërkuar rritjen e pagës minimale në 600 euro. Kreu i sindikatës Slobodan Trendafilov tha se Maqedonia e Veriut ka pagën minimale më të ulët në rajon dhe se paga aktuale nuk garanton një standard dinjitos jetese. Ai njoftoi se protestat do të fillojnë nga kuvendi, do të vazhdoj para odos ekonomike dhe do të përfundoj para qeverisë. Istata vlada koja godina i pol. Qeveria për më tepër se një vit hoqi dorë nga punëtorët, qeveria njëjtë që u tha punëtorëve të ulen dhe të merren vesh me punëdhënësit, qeveria e cila i sulmon punonësit vetëm e vetëm për të mos u arritur pagën minimale, qeveria e cila nuk ndihmoi punëtorët sepse nuk e rriti pagën minimale, është kjo qeveria e cila menaxhon klasën punëtore më të varfër në Europë, po edhe shtet më të varfër. Shtoi se qeveria është kundër rritjes së pagave të punonjësve, por ka rritur për mbi 70% pagat e zyrtarëve. Potencoi se mungesa e vullnetit për të rritur pagat ka bërë që numri i madh i punonjësve të ikin nga Maqedonia. Targetirani blokadin. Do të bllokojmë edhe institucione, do të bllokojmë lokacionet e saktuara që edhe ata të ndihen siç ndihemi ne. Na bllokojmë për një vit, do t'i bllokojmë edhe ne, më pas vazhdojmë me grevë gjenerale në sektorin publik edhe privat. Sindikatat ftojnë të gjithë punëtorët për grevën 24 orëshe, të gjithë do të jenë të mbrojtur dhe nuk do të mund të përjashtohen nga puna, të gjithë do të kenë mundësi që atë ditë të mos punojnë dhe do të kenë mundësi të protestojnë. Mes tjera, sindikatat njoftuan se do të nisin mbledhjen e 10.000 nënshkrimeve për të propozuar ndryshime ligjore me të cilat kërkojnë uljen e pagave të funksionarëve për 78% dhe rritjen e pagës minimale në 600 euro, si dhe rritjen proporcionale të gjitha pagave të tjera.